Si është Tajlanda me çmime të përballueshme për një shtresë normale shqiptarësh? Është shumë më e lirë se Shqipëria. Vërtet. Patjetër që ka vende më të përzgjedhura për resorte që janë më shumë në çmime, se është edhe high season, pra sezoni i kohës më të mirë dhe i pushimeve këtu në Tajland, por ushqimi, domethënë konsumi është shumë i lirë, edhe është goxha i përballueshëm edhe nga çdo lloj stresi, le të themi. Domethënë mund t'ja bësh dhuratë vetes, pra nëse do më duhej të bëje një llogari, do zgjidhje të pushoj një javë në jug të Shqipërisë, që çmimet kanë vajtur sa e sa, apo një javë në Tajland? Po do thoja 10 ditë në Tajland janë barabarta me 6 ditë, 5 ditë në Shqipëri. Pra, në sensin ose në Shqipëri mund të shkojnë akoma dhe më shtrenjtë. Edhe për këtë gjë më vjen keq, sepse tu ka ishuj, mund të eksplorosh kulturën e qytetit, ka kohën fantastike, ka xhunglën, domethënë dhe healing energy, masazhe, gjithçka, pra ti mund të shërohesh, të pushosh, të kërcesh shumë më lirë se në Shqipëri.